Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi të hënën se nuk e përjashton mundësinë e vendosjes së forcave toksore amerikane në Venezuelë, duke sinjalizuar një vazhdim të re tensioni në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe qeverisë së Nicolas Maduros. I pyetur nga gazetarët e Shtëpisë së Barë nëse do të përjashtonte kategorikisht një ndërhyrje të tillë, Trump u shpreh qartë: "Jo, nuk e përjashtoj këtë mundësi, nuk përjashtoj asgjë." Megjithatë, një ton më të moderuar, ai tha se ishte i gatshëm të fliste drejt për drejt me presidentin venezuelian nëse një bisedë e tillë do të shërbente për të ulur tensionet dhe për të shmangur për shkallëzimin ushtarak. "Ndoshta do të flisja me të, po unë flas me të gjithë", tha Trump duke lënë të hapur kanalin e mundshëm diplomatik. Nga ana tjetër, Nicolas Maduros në programin e tij avor në televizionin shtetëror theksoi se mosmarrëveshjet duhet të zgjidhen në diplomaci. Ai deklaroi se Venezuela është e gatshme të dialogojë ballë për ballë me çdo përfaqësues amerikan që kërkon bisedime. "Kushdo që dëshiron të flasë me Venezuelën do të flasë pa asnjë problem", nënvizoi Maduro. Tensionet mes dy vendeve janë përshkallëzuar muajt e fundit teksa SBA ka ndërmarrë operacione të zgjeruara kundër anijeve të dyshuara për trafik drogëve në brigjet e Venezuelës dhe në paqësorin jug-amerikan. Tensionet mes dy vendeve janë përshkallëzuar muajt e fundit teksa SBA ka ndërmarrë operacione të zgjeruara kundër anijeve të dyshuara për trafik droge në brigjet e Venezuelës dhe në paqësorin jug-amerikan. Maduro ka akuzuar vazhdimisht Washingtonin se po përgatit një operacion ushtarak për ta rrëzuar nga pushteti, ndërsa administrata amerikane ka mohuar këtë, duke justifikuar praninë ushtarake si pjesë e luftës kundër narkotikëve. Megjithatë, Trump nuk ftoi plane specifike për ndërhyrje toksore në Kolumbi. Ai deklaroi se do të donte të shkatronte fabrikat e kokainës në vend, duke sinjalizuar se fokusi i Washingtonit mbetet lufta kundër trafikut të drogës në rajon. Në tërësi, qëndrimet e shprehura nga presidenti amerikan sugjerojnë se administrata e tij është e hapur për diplomaci, por njëkohësisht e gatshme për të rritur presionin ushtarak ndaj Venezuelës nëse është e nevojshme situata mbetet e tensionuar dhe e paqartë me mundësi të hapura si për dialog dhe për përshkallëzim.